Një kërkesë në dukje naive e presidentit të Republikës Bajram Begaj për interpretimin e kohëzgjatjes së mandateve të gjykatës kushtetuese, fshihte qëllimin për ndërprerjen e parakohshme të mandatit të antares së asaj gjykate, Sonila Bejtja. Por ajo që prodhoi vetë gjykata kushtetuese për t'i plotësuar dëshirën kreu të shtetit, është një kaos i plot në mandatet, të cilat brenda një kohe të shkurtër do ta vendosin në kolaps institucionin më të lartë të drejtësisë në vend. Gjykata kushtetuese ka zbardhur këtë javë vendimin e marrë në 16 tetor 2025. Më herët, boldnews.al e konsideroi atë vendim një harakiri të vërtet të gjyqtarëve kushtetues, të cilët, për të ndërprerë 3 vjet para kohe mandatin e gjyqtares Bejtja, i hoqën edhe veten nga 1 deri në 3 vjet. Në janar të vitit 2025, president Begaj ishte i paqartë për kohën që duhet të qëndronin në detyra antarët e gjykatës kushtetuese dhe kërkoi nga kjo e fundit interpretimin e afateve. Mbi këtë kërkesë, gjykata kushtetuese me shumicë votash miratoi vendimin numër 60 të 2025-s, ku ndër të tjera dha interpretim. Fillimi i mandatit të gjyqtarit të gjykatës kushtetuese përgjatë këtij regjimi tranzitor përkon me datën e deklaruar nga gjykata kushtetuese të mbarimit të mandatit të gjyqtarit që ai zëvendëson. Kjo skemë prekte të gjithë gjyqtarët në detyrë, pasi thuajse të gjithë ishin emëruar në detyrë shumë kohë pas mbarimit të mandatit të paraardhësve të tyre. Gjykata kushtetuese e miratoi vendimin me votat e 5 antarëve. Në vendimin e zbardhur, shumica ka dhënë interpretimin vetëm për 2 gjyqtarë të tjera. Gjyqtarët në pakicë, Holta Zaçaj, Sonila Bejtja dhe Gent Ibrahimi, kanë mbajtur qëndrimin se kërkesa e presidentit nuk duhej pranuar, pasi kushtetuta është e qartë, duke vlerësuar se shumica ka vendosur standarde të dyfishta. Pasojat e kësaj vendimarrjeje pritet të japin efektet kolapsuese jo më larg se viti 2027, kur institucionet e emërtesës do të kërkojnë të drejtën e tyre për të emëruar gjyqtarët e rinj kushtetues.